Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vijojmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës për gjatë minutave në vijim. Do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet të cilat vijnë nga rajoni dhe konkretisht do të flasim për Kosovën dhe duket sikur Kosova të paktën gjatë ditëve të fundit ka patur një vëmendje të shtuar. Kjo edhe për shkak të zhvillimeve të brendshme politike me mos konstituimin për herën e 33 radhazi, por edhe me zhvillimet të cilat lidhen dhe janë në vazhdimsi të negociatave sa i takon diskutimeve për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe pikërisht kjo çështje është vendosur dhe ka dalë sërish në pa edhe nëpërmjet një deklarate të dhënë nga vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë në një komunikim të drejt për drejt me zotin Lulzim Veliu, analist. Zoti Veliu, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, Kosova nuk po di ende që të krijojë qeverinë e saj. Ka dështuar për herë të 33 radhazi seanca për konstituimin e përbërjes së re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ka dështuar po ashtu edhe iniciativa e ndërmarrë për një votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. E di që e kemi diskutuar shpeshherë këtë çështje dhe në një farë mënyrë është kthyer tashmë në një monotoni dhe mbase jemi duke përsëritur të njëjtat gjëra, por çfarë shkakton në politikën e vendit pikërisht kjo situatë dhe ky ngërç i krijuar? Po, herën e fundit kur ne kemi biseduar së bashku për mos konstituimin e parlamentit, kemi pas më tepër se 20 seancë, tentativa të seancës për të dështuara. Ja tani kemi 33 dhe me sa duket do të vazhdojnë në këtë avaz dhe është për keqardhje ajo çfarë po ndodh në Kosovë dhe çfarë po ndodh me institucionet e Republikës së Kosovës, të cilat në asnjë mënyrë nuk po arrin të gjejnë po flasim për subjekte politike që nuk po arrin të gjejnë një konsenzus për krijimin e një qeverie, pra krijimin e një koalicioni në mes të partive politike, e si rrethoj kësaj do të kishim konstituimin e parlamentit, por edhe krijimin edhe të qeverisë së ardhshme. Mirë po, ja që më duket se në politikën në Kosovë, pra politikën kosovare, është bërë shumë më rëndësishme subjektet politike, individët të caktuar, se ndoshta interesi i përgjithshëm i vendit dhe i votuesve. Unë desha të thek nga këtu ose t'ju bëj një thirrje të gjithë liderëve politik, por edhe deputetëve të veçantë, pra të partive të cilat janë pjesë e parlamentit të ri të zgjedhur, që të reflektojnë dhe të kenë respektin kundrejt votuesve të tyre, se nuk duhet një gjë, nuk duhet të harrojnë se edhe në qoftë se nuk arrim krijimin e institucioneve do të shkojmë në zgjedhje të parakoshme, këta sërish duhet të kthehen të njëjtit votues dhe të kërkojnë votat e tyre dhe nuk di me çfarë fytyre do të na dalin ata përballë në një të ardhmen të afërt dhe të kërkojnë votat sërish. Pra është e paimagjinueshme se si mund të kalojnë 33 tentativa dhe të mos kemi reflektim nga asnjë subjekt edhe nga asnjë deputet i veçantë i cili do të hapte rrugën ndoshta për të zgjedhur kryetari i kuvendit në mënyrë që të futemi në afate ligjore, pasi ne të gjithë e dimë se nëse zgjidhet kryetari i parlamentit, atëherë i mandatuari për kryeministër ka 15 ditë kohë që të krijojë shumicë dhe në rast se nuk e arrit të krijojë shumicën, atëherë e humb mundësinë për të krijuar qeverinë. Pra kjo është më rëndësi që të kalohet ky ngërç në mënyrë të futem në afate ligjore, sepse në këtë mënyrë po vuan vetëm Kosova, po vuajnë qytetarët e Republikës Kosovës, kemi shumë procese që kanë mbetur në gjysmë të rrugës dhe procese të cilat nuk do ecin para pa krijimin e institucioneve të Kosovës. Ja tani kemi edhe rreth bisedimeve, kemi edhe tentativa të reja, kemi edhe iniciativa të reja, kemi edhe ndërhyrje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ne jemi ndalur në vend qendror dhe bëhemi sikur nuk është duke ndodhur asgjë. Kjo është e papranueshme. Ndërkaq, zoti Veliu, kujt i shërben në një farë mënyrë gjithë kjo situatë e keqe
në të cilën ndodhet Kosova gjithmonë flas politikisht. A i shërben dikujt? Për fat keq Kosovës dhe qytetarëve të saj nuk i shërben. Po nuk mund të themi se ju shërben as partive politike, se edhe aja që drejton me qeverinë në detyra për qeverinë e cila tani më ka kaluar të gjitha afatet e saj, nuk është se mund të shërbej, se është një qeveri e cila ka me mandatin e saj ka vetëm detyrime administrative dhe nuk ka kompetencë për asnjë vendim ekzekutiv dhe nuk e besoj që mund t'i shërbej as atyre. Pra ndoshta mund t'i shërbej dy në faktorit të jashtëm apo të atyre që nuk e duan Kosovën, nuk ja duan interesin, domethënë nuk kanë interes për zhvillimin e Kosovës dhe ajo ndoshta mund t'ju shkojë atyre për shtatit, por jo qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ndërkaq duhet të ndalem në një tjetër çështje me po kaq shumë rëndësi, zoti Veliu, ju e dini dhe i keni ndjekur patjetër të gjitha zhvillimet. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka lëshuar një deklaratë të fortë gjatë një interviste të dhënë për mediat vendase lidhur me Kosovën. Presidenti serb ka thënë se gjërat do të ndryshojnë dhe gjithmonë sipas tij Beogradi do të fitojë mbi Kosovën. Ky i fundit ka nënvizuar se ndryshimet globale po ndodhin ngadalë, por me siguri dhe në një farë mënyrë lë të nënkuptohet që Serbia mund të fitojë nga këto ndryshime globale. Në momentin kur e dëgjojmë si deklaratë, si arrim që ta kuptojmë nga këndvështrimi jonë dhe ta analizojmë, zoti Veliu? Fillimisht patur parasysh marrëdhëniet me Kosovën, në parim si deklaratë e Vučić, çfarë lë të nënkuptoj? Po jo, kjo nuk ka bëj as pak me marrëdhëniet me Kosovën. Mirë po, Vučići mundohet të sheh më larg. Vučići është më i kujdesshëm për pozicionin që e ka dhe detyrat e tij kundrejt elektoratit dhe kundrejt shtetit të tij, sesa e gjithë klasa politike në Kosovë, e cila në të gjithë kohën interes parsor ka pasur pozicionet dhe mbajtjen e pushtetit ose ardhjen në pushtet dhe nuk ka menduar asgjë më larg. Unë mendoj se të gjithë atë çfarë e ka thënë zoti Vučić e bazon në gjeopolitik, pra në situatën aktuale, çfarë është duke ndodhur në gjithë botën, pra me problematikat e një pasnjëshme dhe me krizat që nuk kanë të ndalur, jemi në rrezikshmëri të lartë që apo mund të themi që nga lufta e dytë botërore nuk kemi qenë më afër luftës së tretë botërore asnjëherë. Dhe në rast të ndryshimit po flasim në arenën ndërkombëtare, në atë botërore të fuqive të mëdha dhe në rast se i plotësohet dëshira e Vučićit që në një luftë që botërore në të cilën do të jetë Amerika do dali si humbase, atëherë Serbia do të jetë fituese në krah me Rusinë dhe në çdo rast, pra kur je fitues, atëherë pretendimet janë më të mëdha për të marrur dhe zaktuar toka. Apo ndoshta e mendon edhe një gjithëpërfshirje në rast të një lufte botërore, ata do të kenë synim dhe do ta synojnë që Kosovën për ta sulmuar dhe për ta rikthyer sërish në kretrat e saj. Mirë po, unë mendoj se më tepër e gjithë deklarata më tepër mund të jetë edhe populiste për shkak të problematikave të tij që ka në vend, për shkak të protestave të shumta që janë të pandalshme njëra pas tjetrës, dhe mundohet të ndërlidhë këta dy faktorë në mënyrë që para elektoratit të tij dhe para të gjithë asaj mase të dëshpëruar në politikat e tij të dalë më i fuqishëm dhe më mirë. Unë jam mëse i sigurt se Kosova tani më i ka dalur nga dora Serbisë dhe Serbia mund të sheh ëndra të tilla, mirë po një rikthim të saj në Kosovë atë nuk do të arrijë asnjëherë, jo Vučići, po as shumë pasardhës të tij. Ndërkaq, ndalemi pak dhe diskutojmë sa i takon edhe procesit bisedimeve, sa i takon marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Zoti Veliu, duket sikur nuk ka patur zhvillime, të paktën që prej herës së fundit që ne kemi komentuar
mbi këtë çështje për hir të së vërtetës. A janë këto diskutime të mbetura në tavolinë apo kemi dhe shohim tentativa në vijim? Jo, unë mendoj se jo tani, por ne nuk do të kemi asgjë deri në krijimin e qeverisë së Kosovës. Pra se kjo qeveri, si e thash më herët, nuk ka një mandat për të vendosur asgjë, pra kryen vetëm detyrime administrative. Dhe ndërkombëtare, po fillojmë nga evropianët, të cilët e kanë në dorë një marrëveshje që në parim është pranuar nga të dyja palët, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, mirë po, për të cilën marrëveshje nuk janë vërë veprime të tjera që për të futur në funksion dhe për të ushtrirë si marrëveshje. Dhe ata në çdo mënyrë janë të interesuar që marrëveshja franko-gjermane, që njihet si franko-gjermane për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të futet në zbatim, të pranohet nga të dyja palët dhe të fillojë normalizimi i marrëdhënieve në mes të këtyre dy vendeve. Në këtë kontekst, pra, i emëruari i ri i Bashkimit Evropian për negociatat ka vizituar Prishtinën dhe Beogradit, ka pasur takime me zëvendës kryeministrin e Kosovës, me zëvendës kryeministrin e detyrë, zotin më kujtohet tani, Besnik Bislimi, ka pasur takime edhe me Serbinë, mirë po më tutje nuk mund të shkohet derisa nuk kemi një qeveri në Kosovë. Unë mendoj se në momentin që Kosova do ta zgjedh problemin e brendshëm dhe do të kemi një qeveri funksionale, njëra nga problematikat e para me të cilët do të merret ajo qeveri do të ketë dialogun me Serbinë dhe nuk do të mund të ikë atij dialogu kush do të qoftë që do të jetë kryeministri i jashtëm i Kosovës, qoftë zoti Kurti apo qoftë dikush nga opozita. Mirë po, ditëve të fundit kemi pasur sinjale edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë nga presidenti Trump. Unë jam habitur me thënë të drejtën se po e gjen kohën zoti Trump që të merret me çështjen e Kosovës në këtë situatë çfarë ndodhemi tani pas fillimit të luftës, pas fillimit të luftës edhe në mes të Izraelit dhe Iranit. Pra, në botë ka shumë problematika. Kemi problematika të mëdha dhe të pa imagjinueshme më herët, duke filluar nga Ukraina, Rusia, për të vazhduar me rripin e Gazës, pastaj me sulmet që janë bërë në mes të Indisë e Pakistanit. Këtu po flasim për dy vende apo fuqi bërthamore që janë, pra si Pakistani ashtu edhe India, për të vazhduar pastaj edhe me sulmet e fundit që janë duke u bërë në mes të dy vendeve, pra Iranit dhe Izraelit, që janë dy fuqit kryesore në lindjen e mesme. Unë më thënë të drejtën jam habitur si ka gjetur atë moment që të mirët me problemin e Kosovës. Dhe ne e kemi diskutuar edhe kohë më parë, dhe unë e druaj shumë se në qoftë se ne nuk do të jemi të kujdesshëm e të merremi me situatën e dialogut dhe të vazhdojmë atë me evropianët, është shumë e rrezikshme që sërish në tavolinë të na vije marrëveshja e kohë më parshme e arrit, pra apo tentativja për të bërë marrëveshje për korrigjimin e kufive në mes të dy vendeve, ajo marrëveshje nuk është e mirë për Kosovën, është shumë e dëmshme dhe në atë rast Kosova do dalë humbse nga ajo marrëveshje. Se pasi ne e dim shumë mirë që Trumpi nuk është një personalitet që lejon negocim të pafund, siç është duke ndodhur tash e sa vite në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra është i njohur se ai don zgjedhje të menjëhershme. Pra me një ulje në tavolinë e don epilogun përfunditar. Absolutisht, por kjo deklarat e presidentit Trump se i lakon çështjes së Kosovës dhe marrëdhënies kësaj të fundit me Serbinë, a mos ndoshta është një sinjal që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kudo dhe kurdo, pavarësisht situatës globale shumë të rënduar për hir të së vërtetës, kjo për shkak të disa fronteve të luftës në botë aktualisht, zoti Veliu? Por mendoj se jo vetëm ajo, mirë po unë mendoj se ditë më parë
ndoshta edhe ka qenë si kundërpërgjigje ndaj asaj marrëveshje që ditë më parë e bëri Kosova me Shtetet e Bashkuara për çështjen e emigrantëve. Dhe unë mendoj se aty ka një indicje që e ka shtyr zotin Trump duke pasur afër veti edhe Grenelin, një diplomat i njohur për Ballkanin e sidomos për Kosovën, i cili në fakt nuk ka marrëdhënie të mira me kryeministrin aktual, kryeministrin në detyrë të Kosovës, dhe me sa duket ai është shumë i interesuar që procesin e dialogut në mes të dy vendeve të marrin vetë në dorë, vetëm për një gjë. Edhe ajo është keq personale për të treguar se është i suksesshëm dhe si diplomat i ri, pra ka arritur të bëjë një marrëveshje në mes të vendeve, pra për të treguar rezultatet në punën e tij. Më duket që këto unë të fundit po aludoj se këto mund të jenë disa nga shtytësit që në këtë rast zoti Trump ka përmendur edhe Kosovën e Serbi. Po në qoftë se do të kishim në realitet një ndërhyrje të drejt për drejt të SHBA-ve, pavarësisht se gjithmonë përfaqësitë e SHBA-ve i kemi patur për sa i takon çështjes marrëdhënieve Kosovë-Serbi, por në qoftë se do të ishte më shtuar këtë herë zoti Veliu, mbase do të kishim një kthes të kësaj historie dhe një ndryshim të kursit? Po është fakt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithë mbrapa gjithë asaj çfarë ka ndodhur, edhe pse i gjithë procesi i dialogut është udhëhequr dhe drejtuar nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Një gjë nuk duhet të harrojmë, Kosova është Evropë. Kosova gjeografikisht i takon kësaj pjese të bote dhe ne nuk mund të marrim vendime pa europianët, pasi që ne në një të ardhme të afërt pretendojmë që edhe Kosova, sikurse edhe të gjitha vendet e tjera të rajonit, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, dhe në qoftë se do të kemi tentativa, siç kishte kohë më parë nga Putin, nga Trumpi në rastin e Ukrainës, kur bëri bisedime me Rusin pa pjesëmarrjen e evropianëve, ajo nuk do të ishte e mirë. Ajo nuk do të na sillte rezultat. Por unë mendoj që një mbikëqyrje dhe një përcjellje e gjithë procesit, siç ka ndodhur deri më tani, të vazhdoj edhe tani dhe të jetë një presion më i shtuar i Shtetit Bashkuara të Amerikës, e sidomos kundrejt Serbisë, pasi ajo është që pengon gjitha proceset, ajo është që bën marrëveshje nuk realizon, ajo ka shumë marrëveshje të cilat i kanë nënshkruar edhe vitin 2013, 14, 15 e nuk janë realizuar asnjëra nga ato, e jo të këmbullim vetëm edhe vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti këtë gjë pikërisht i kërkoi SHBA-ve të ushtrohet një trysni kundrejt Beogradit në mënyrë që të finalizohen të gjitha bisedimet që takon marrëdhënieve Kosovë-Serbi deri në arritjen e marrëveshjeve përfundimtare, pavarësisht se Serbia nuk ka zbatuar marrëveshjen e fundit të firmosur. Me këtë deklaratë ka dalë Kosova zyrtare. Është fakt se ashtu ka dalur, mirë po një gjë nuk duhet harrojmë se kur ne kërkojmë presion të Shtetit e Bashkuara të Amerikës kundrejt Serbisë në këtë rast, apo edhe të Bashkimit Evropian kundrejt Rusisë, kundrejt Serbisë, atëherë edhe ne duhet të jemi ata që kryejmë detyrat e shtëpisë. Ne kemi pasur një rast shumë të mirë për gjatë 4 viteve të mandatit të zotit Biden, që një pjesë të mirë të kësaj marrëveshjes ta çojmë shumë para, mirë po kemi këmbgulur në shumë gjëra duke mos realizuar marrëveshjet të arritura, apo duke tentuar që t'ju ikim atyre si i kemi nënshkruar, dhe kemi ardhur deri në këtë situatë ku tani më ka ardhur në atë pozicion që pa realizimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk do të ketë vazhdim të procesit. Dhe në këtë pikë kanë ngelur serbët dhe nuk shkojnë tutje. Ne kemi pasur një draft statut kohë më parë që është dërguar gjykatës kushtetuese dhe i është kthyer nga gjykata kushtetuese, nuk është refuzuar si draft, por janë refuzuar disa pikat e asaj atij drafti që kanë qenë kundrejt me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Qeveria aktuale
është dashur që të merr dhe të bëjë përmirësimet që i ka kërkuar gjykata kushtetuese dhe të pranon asociacionin për komunat me shumicë serbe. Nuk ka rrugdalje tjetër. Është marrëveshje ndërkombëtare dhe për të saj nuk kemi ku të shkojmë. Nuk e pranojmë sot, do ta pranojmë nesër. Mirë po, nesër do të vinë me kushtet e tjera dhe një gjë e tillë ndodhi. Pse e them se ndodhi një gjë e tillë? Me marrëveshjen e Brukselit dhe me anekset e Ohrit, është pranuar asociacioni për komunat me shumicë serbe dhe në atë asociacion përveç të tjerash është futur edhe arbitrazhi që më herët nuk ka qenë. Çka do të thotë që serbët me asociacionin e pranuar nga qeveria e kaluar, nga qeveria në detyrë, pra me marrëveshjen e fundit, për çdo vendim të qeverisë së Kosovës e kanë mundësinë për të dërguar në arbitrazh. E ne e dimë se si janë arbitrazhet ndërkombëtare, sa zgjasin dhe çfarë mund t'i sjellin Kosovës vendimet e arbitrazhit. E qartë. Zoti Veliu, faleminderit shumë për të gjithë këtë analizë të situatës të përcjell për Fox News në këtë komunikim të drejtë për drejtë, si gjithmonë është kënaqësi të kemi mendimin dhe opinionin tuaj. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Ne do të shkëputemi në publicitet.